Dashur qytetarë shqiptarë, jemi këtu me shoqatën Qilla dhe Kastriotët, me Qazim Daçin, edhe do qytetarë të tjerë të ardhur nga Tirana, nga Berati, pikërisht pranë monumentit të shenjtit Gjergj Kastriot Skënderbeu, ku sot është dita e lindjes së tij, ku vetë shqiptarët kudo që ndodhen festojnë jo vetëm Shën Gjergjin, po festojnë dhe emrin e këtij njeriu të madh, sa shqiptar, po aq edhe europian. Vim këtu për një përkujtim, për një promemorie, ku vendosim dhe një tugë simbolike të luleve për të mbajtur gjallë këtë emër të madh Gjergji. I Gjergji si toka që ushqen dhe mban, ku është një ditë e bashkimit të shqiptarëve, një ditë që është e shënuar jo vetëm për festën e madhe diku pagane, diku e krishtere, por që dibranët e kanë si Elbasansit ditën e verës, dibranët kanë këtë festë të Shën Gjergjit, por ne mbi gjitha festojmë dhe emrin e herojit ton të madh, i lindur në Sin, perandor apo princ i Matis, i Matit, dhe jemi krenar që ndryshe Europa do flisë një gjuhë tjetër, po mos ishte ky heroi i madh sa kombëtar aq edhe europian. Prandaj i përulemi me nder respekti të madh. Simboli të kombit, emri më të madh të shqiptarëve që mbajti gjallë dhe shpirtin e tyre për 500 vjet edhe pse të pushtuar, mbajti gjallë frymën e lirisë. Dhe në frymën e këtij heroi të madh, sot Europa dhe bota e kujton një strategji më të mëdhenj kohërave që ne na mbush me krenari, na mbush me gëzim, dhe pra ne vim për ta kujtuar këtë ditë bukur të Shën Gjergjit, të ditës së festës pagane dhe ditës së shënuar të emrit Gjergj Kastriot Skënderbeu. Nuk ka libër diturie në shkollat e mesme, 8 vjeçare, 9 vjeçare në vendet nordike, Finland, Suedi, Norvegji, Holland, Danimark, Skoci, Irland, ku mos përmendet si një nga figurat më të mëdha të botës, pikërisht ky heroi Gjergj Kastriot Skënderbeu. Nuk ka sag e forsave të këtyre vendeve, mos përmendi Dibrën dhe Dibranët si vendimje të Gjergj Kastriotit, të këtij njeriu të madh. Pra kjo është